Tha pejgamberi alayhi as-salatu wasallam në hadithin që është në tërghibët të rrihibit, dhe Sheikhul Albani ka thonë është hasan sahih, më i mirë punohet me ta. Ka thonë pejgamberi sallallahu man ghada ila masjidin la yuridu illa an yata'allama khayran aw yu'allimahu kana lahu ka ajrin hajin taman hajatuh. Ta nëse njëri për juve vjen me një xhami, nëse këta kanë orë ankas veç për më mësu diçka për jugjës, po shpërblimi sikur njëri që merr shpërblimin e një haxhi të plot. Si shpërblim, thotë që ke kry haxhin, po si shpërblim sa merr një haxhi me haxhin e tij të plot. A dini cili është haxhi i plot? Haxhi i plot është sikur ditën që ka lindë nona vet, kthehet në shtëpinë e tij pas një mëkat. A e vreni se sa e rëndësishme është marrja e dijes. Pejgamberi pse tha këtë hadith? E tha për më na nxit neve, më na tregu se sa e rëndësishme është marrja e dijes. Se kështu tha pejgamberi këtë hadith, tha nuk shkojnë herë në xhami, por veç me dy kushte. Ose me një hoxhë në këtë rast, çka po thot, ose hoxha shkon për mi ullo ders të tjerë me mësu fejen. Pra na inshallah jena në shpërblimin këto që e përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.